بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet e takojnë Allahut, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut Azza wa Jall na ruaj nga keqja e vetëve tona dhe e vetes tonë. Kë uzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e humb atë dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin, nuk ka kush e uzon atë përveç se Allahu Azza wa Jall. Dëshmojmë të deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Në vijim me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, mësimi i sotshëm do të jetë rreth temës Babul Istisqa. Pra, namazi i istisqas, namazi i kërkimit të zbritjes së shiut nga ana e Allahut Azza wa Jall në tokë. Në anën gjuhësore, kjo fjalë pra istisqa është talabuku suqja li nafsika aw li ghayrik. Pra ti kërkosh Allahut Azza wa Jall që të zbres shi për veten tënde ose dhe për të tjerët. Kurse nga ana e legjislacionit fetar është talabuha min Allahi ta'ala inda husulil jadbi ala wajhin makhsus. Pra t'ja kërkosh Allahut Azza wa Jall zbritjen e shiut atëherë kur në tokë ka thatësi dhe mosrënje shiu në formën e përcaktuar, pra në formën e përcaktuar. Pra ti kërkosh Allahut Azza wa Jall pikërisht që të zbres me mëshirën e tij pra shi në tokë. Ky namaz, pra salatul istisqa, është një namaz i cili bëhet min dhawatil asbab, pra atëherë kur gjendet shkaku. Shkaku në këtë rast është ashtu sikurse e tham dhe më lart që është thatësia, mungesa e rresheve të shiut, ose tharja e lumejve, ose tharja pra e burimeve të ujit, dhe gjë që e çon situatën në një situatë kaosi, në një situatë ku gjithçka pra bëhet e pajetueshme, bëhet pra e dëmshme për bujkun dhe për njerëzit në përgjithësi, atëherë pra këtu është shkaku pra i gjendur dhe i drejtohemi Allahut Azza wa Jall pra me namaz, me dua, me lutje, me kthim tek ai, duke kërkuar Allahut Azza wa Jall pra që të zbres shi. Duke parë Allahu Azza wa Jall atë për uljen e njerëzve, pra njerëzit tregohen të thjesht, njerëzit tregohen të penduar, njerëzit i kthehen Allahut Azza wa Jall me sinqeritet dhe i drejtohen atij me edukat dhe me sjellje, dhe pastaj Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tij e zbret atë shiun si mëshirë dhe bereqet për tokën dhe për njerëzit. Pra shkaku i saj, siç e thamë lart, pra ose ky namaz veprohet atëherë ku njerëzit prapo dëmtohen nga thatësia dhe mosrënia e shirave ose tharja e burimeve, puseve apo e lumejve. Pra njeriu nuk duhet ta kërkojë atë, domethënë në çdo kohë dhe sa herë që ashtu, porse kërkohet vetëm atëherë kur gjendet vërtet shkaku themelor dhe pastaj i kërkon Allahut Azza wa Jall duke mbajtur një ligjëratë e cila quhet hutbe, sepse hutbe është më e përdorshme në namazin e xhamat, me xhamat që bëhet në ditën e xuma ose në bajramet, ose në namazin e eklipsit, ose në këtë rast pra në namazin e kërkimit të shiut që quhet istisqa. Dhe pas kësaj, mbasi imami i cili është i përcaktuar për të falur, mban një ligjërat ku
i përkujton njerëzit për frikën ndaj Allahut azza wa jall, për kthimin tek ai, për faljen e namazeve, qofshin ato përveçse shtyllave detyrë që janë, por se duke falur dhe namazet nafile, duke qenë njerëzit më të afërt me njëri tjetrin, duke u fol njerëzve për të qenë të dashur me njëri tjetrin, gjithashtu ndihmues për njëri tjetrin, falës për njëri tjetrin, dhe pastaj i frikson ato me ajetet e Allahut azza wa jall dhe gjithashtu me hadithe e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që njerëzit të jenë të përulur para Allahut azza wa jall, njerëzit pastaj ti kërkojnë Allahut azza wa jall mëshirën e tij dhe të zbresë aty në shi nga ana e Allahut azza wa jall, nga mëshira e tij. Dhe pastaj në këtë rast, duke përshkruar shkurtimisht pra, në këtë rast dhe në këtë moment, imami basi flet dhe ngren duart për bërë dua, atëherë kthehet dhe imami nga kibla, sikurse jemi ne si xhamat të drejtuar nga kibla dhe imami i drejtuar ka hnesh, atëherë imami kthehet nga kibla, e kthen gjyben e veshur ose rrobën e veshur, qoftë ajo pra veshje e posaçme ose qoftë ajo çdo rrobë që e ka njeriu, qoftë xhup, qoftë pra diçka këmish, e kthen atë nga krahu i kundërt, pra e vesh atë mbrapsh, për t'i treguar Allahut azza wa jall se si thjeshtësi, si përulësi ndaj Zotit, dhe për t'i treguar Allahut azza wa jall për të na ndryshuar gjendjen tonë që është në tokë, po ashtu dhe gjendjen që jemi në shpirtrat dhe në trupat tonë. Pra, i drejtohemi Allahut azza wa jall me këtë formë, pra në këtë rast pra khatibi dhe xhamati pas nëse është e mundur, dhe pasi bëhet kjo dua duke kërkuar Allahut azza wa jall shi, siç e ka ardhur në hadithin që e transmeton Malik ibn Anas radiallahu anhu, ku një burr prej sahabëve erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi atij që të lutej për tek Allahu azza wa jall, sepse toka u tha, kafsha po ngordhin nga thatësia dhe s'po mundshin pra me jetu, gjithashtu edhe jetesa po bëhej e vështirë, dhe i tha o i dërguari i Allahut, lute Allahun që të zbres shi, dhe i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam u drejtua nga kibla dhe tha, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, 3 herë. O Allah, na zbrit shi, o Allah, zbrite shiun, o Allah, zbrite shiun, pra na furnizon neve me shi. Pra kjo është duaja që i drejtohemi Allahut azza wa jall në kësi rastesh. Dhe për këtë temë, Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, Allahu mëshiroft, ka përcjellur hadithin me numër 147, dhe është hadithi që transmetohet an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, qala kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yastasqi فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي اللفظ أتى المصلى رواه البخاري ومسلم. Pra, hadithi me numër 147 transmetohet nga Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, mbasi qëlloi në kohën e tij kjo thatësi, doli yastasqi, pra ti kërkoi Allahut azza wa jall shi, pra që të zbres shi. Doli do të thotë se, transmeton Sheikh Abdullah al-Bassam, thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkërisht me sahabët doli, thot, në një vend të hapur dhe jo tek vendi ku falshin 5 kohët, pra tek xhamia e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, por se doli në një vend hapur në hapësirë për t'i treguar Allahut azza wa jall për ulësinë, nevojën dhe për t'i kërkuar Allahut azza wa jall ndryshimin e kësaj gjendje dhe e kësaj situate. Fatawajjaha ila al-qiblati yad'u,
dhe u kthye nga kibla. Pra këtu është argumenti në këtë hadith që tha më parë, se imami kur vjen momenti, mbasi ka ligjëruar fjalën që ka përgatitur për ata që janë prezent, atëherë kthehet nga kibla në momentin kur i lutet Allahut Azza wa Jall. Wa hawwala ridaahu, dhe e kthen mbrapsh veshjen e tij, pra ridain, atë veshjen e cila është nga supi, nga beli e deri lart tek supet. Thumma salla rak'atain. Pra mbasi e bëri këtë kthimi dhe bëri duan, pastaj mbasi e mbaroi duan, zbriti nga ai vendi ku ishte dhe fali 2 rakate namaz me z. Pra sikurse falen rakatet e namazit e xumas, gjithashtu rakatet e namazit të 2 bajrameve, gjithashtu rakatet e namazit të eklipsit, pra falen njësoj sikurse këto 2 rakate. Dhe një transmetim tjetër, e cila është argument për atë që folëm më lart, është që vjen thot ata al musalla, pra u bashkuan dhe vajtën tek musalla, vend i posaçëm në hapësirë, për aty grumbullohen të gjithë dhe ju drejtuhen Allahut Azza wa Jall. Hadithin e transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, është lemma ajdabatil ardhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pra kur toka u tha në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njerëzit dolën në vend hapur në Sahara që t'i kërkojshin Allahut Azza wa Jall që të zbriste shi nga qielli. Fatawajjaha ila al-qibla. Në këtë rast i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, mbasi u mblodhën në këtë vend të posaçëm, jashta xhamisë së tij, ju drejtua kiblës, pra duke menduar mirë për Allahun Azza wa Jall dhe duke ju drejtuar atij me dua dhe duke i kërkuar Allahut Azza wa Jall që të zbres shi nga mëshira e tij. Wa akhadha yad'u Allah. Pra filloi duke ju lutur Allahut Azza wa Jall që t'i zbres njerëzve, besimtarve, muslimanëve prej shiut, prej mëshirës së Allahut Azza wa Jall. Wa yuzilu ma bihim min al-qath. Dhe t'ju alargoi këtë thatësi që i kishte kapluar, Dhe Allah dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam veproi ashtu sikurse erdhi në hadith, pra tahawala, ndryshoi atë veshjen që kishte veshur nga krahu i normal, e ktheu atë mbrapsh. E këtë nuk e bëri vetëm se për t'i treguar Allahut Azza wa Jall se jemi në nevojë, ne jemi në këtë situatë dhe duhem edhe kërkojmë prej teje o Allah që të na ndryshoj situatën tonë nga një situatë e cila s'është e mirë në një situatë të mirë, nga një situatë që jemi në nevojë dhe gati në shkatrim, na e rikthesh neve situatën tonë, pra në begati dhe në mirësi të tua t'i zbresësh ata tek ne. Dhe kështu pra veproi i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo në gjykimin e fesë tonë është pra sunet dhe e pëlqyeshme. Dhe pastaj mbasi mbaroi nga duaja, atëherë zbriti dhe u fut në namaz dhe fali 2 rekate namaz me zë, sikurse çdo namaz i cili pra bëhet me xhamat. Disa dobi që ka përcjellur Sheikhu Allahu e mëshiroft Abdullah al-Bassam është se është e ligjëruar se në këtë namaz, pra të grumbullimi, pra mashru'iyyatu salatul istisqa wa ajma' ulama ala istihbabiha, se ky grumbullim për të falur këtë namaz, namazi i istisqas, gjykimi i saj është i pëlqyer. Pse e ka përcjellur Sheikh Abdullah al-Bassam këtë lloj dobie? Sepse ka mendime nga ulemat, sikurse është pra Imam Abi Hanifa, po gjithashtu ka dhe mendime të tjerë nga imamllarët, që thot nuk është e nevojshme që të falet
namaz, por se mjafton për besimtarët që t'i kthehen Allahut Azza wa Jall me pendim, t'i kërkojnë Allahut Azza wa Jall në duan e tyre që t'i furnizojë ata me shi, dhe kaq mjafton dhe nuk është e nevojshme që të falet namaz. Prandaj, nga kjo dietarët kanë marrë dhe thonë se falja e 2 rekateve të namazit për shiun është në gjykimin e ulemave i pëlqyeshëm dhe jo detyrë. E dyta është se është e lejuar që të mbash hutbë dhe të drejtohesh njerëzve me një ligjërat të cilët i përshtatet situatës në të cilën janë. Pra, imami flet për situatën që i ka kapluar ata dhe kush janë shkaqet të cilët pra situata ka shkuar në këtë drejtë dhe tu flas atyre pra me argumente nga feja Allahut Azza wa Jall që të pendohen tek Zoti, të kthehen tek veprat e mirë, të largohen nga veprat e ndaluara dhe të veprojnë ato gjëra të cilët kënaqet Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. E treta është se hutbja mbahet para faljes së 2 rekateve namaz. Pra, rënditja e veprimeve është ashtu sikurse i tham dhe më lart si fillim, pra mbahet një ligjërat dhe mbas ligjëratës bëhet duaja dhe tham që imami kthehet jo nga xhamati në rastin e duas, por se kthehet nga kibla, pastaj zbret nga vendi i mbajtjes së ligjëratës dhe falen 2 rekate namaz. E katërta, kur bëjmë dua, imami i drejtohet kiblës sikurse është i drejtuar xhamati nga kibla. E pesta gjithashtu është e lejuar që ta kthejmë mbrapsht veshjen sepse është tregues i situatës ku i kërkojmë Allahut Azza wa Jall që të na ndryshojë gjendjen tonë. Pika vijuese, të cilën pra ka përcjellur Sheikh Abdullah Al-Besam, është se namazi falet me zë si të gjithë namazet të cilët pra i përmendëm më lart, siç janë pra namazi i xumas, namazi i 2 bajrameve, namazi i eklipsit. Dhe pika e fundit që ka përzgjedhur Sheikhu, Allahu mëshirof, për këtë hadith është se të falesh me pra antakuna salatu hafi sahra, të falesh këtë namaz në një hapësirë, pra ku njerëzit të grumbullohen dhe të dalin pa pra ajo gjendja e tyre shpirtërore dhe gjendja e jashtme dhe të prezantohet pra ashtu sikurse duhet para Allahut Azza wa Jall për që njerëzit pra sa më të përulur para Allahut dhe Allahu Azza wa Jall t'i mëshirojë ata me furnizimin me shi. Kaq për këtë hadith dhe hadithi vijues për këtë temë është hadithi me numër 148. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjida yawm al-jum'ati min babin kana nahwa dar al-qada. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qa'imun yakhutub. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء وانتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال
وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. رواه البخاري ومسلم. Pra hadithin e transmeton sahabiu I nderuar Anas ibn Malik, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, se një person hyri në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Xuma dhe I dërguari I Zotit ishte duke mbajtur hutbën. Dhe hyri nga dera e cila quhej dera e gjykatës, pra në të I priste I dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam dhe bënte gjykatësin midis njerëzve që kishin nevojë. Dhe I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte duke mbajtur ligjëratën dhe u drejtua ky personi I cili hyri nga kjo derë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar në këmbë dhe I tha: O I dërguari Allahut, po shkatërrohet pasuria jon dhe na janë ndërprer pra rrugët, pra nuk po mund t'i përshkojmë rrugët tonë me kafshat tona sepse thatësia është e madhe. Prandaj lutë Allahun na furnizoj me shi. Në këtë rast dhe në këtë moment I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ngriti dy duart e tij dhe I lut Allahut azza wa jall duke thënë: Allahumma aghithna, o Allah na furnizo me shi. O Allah na furnizo me shi. O Allah na furnizo me shi 3 herë. Tha Enesi radiallahu anhu se duke u betuar tek Allahu, ne thot nuk shikonim në qiell as një re, jo vetëm një re, por as një rrip të hollë prej res, pra një formë sa të vogël qoftë ajo, midis shtëpive tona dhe midis maleve. Nuk shikonim as një re në qiell. Dhe në një moment thot, tek një mal I vockël në periferit Medinës thot, u duk dhe u paraqit një re e vogël fare, sa një mbrojtëse, siç është ajo mbrojtëse të cilën e marrëm atë kur jemi në luftë, aq e vogël dukej nga largësia. Dhe pastaj thot filloi duke u përhapur derisa zbriti nga qielli pra shiu. Dhe betohet në Allahun azza wa jall thot se nuk e kemi parë shiun për 7 diellin, për 7 ditë rresht. Pra ka rënë shi 7 ditë të plota dhe 7 net të plota vetëm shi. Dhe kur erdhi e Xumaja e radhës, e cila pra ishte dita e 7, ky person hyri përsëri tek kjo derë në këtë ditë të Xuma dhe I u drejtua dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, I cili ishte duke mbajtur ligjëratën e ditës së Xuma, pra hutbën, dhe u drejtua duke thënë: O I dërguari Allahut, u shkatrua gjithçka, na u shkatrua pasuria jon, na u bë pamundur pra përshkrimi I rrugëve, s'mundet që të hec kafsha pra sepse shumë shi po përmbyte gjithçka. Lutë Allahun azza wa jall që ta ndaloj ata. Dhe në këtë rast, në këtë moment, pra I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I ngriti dy duart nga Allahu azza wa jall dhe u drejtua kiblës e thot, duke u drejtuar Allahut, duke I kërkuar: Allahumma hawalejna, o Allah, zbrite shiun rreth nesh, pra larg nga ne, dhe jo mbi ne, tek ne, por çoje atë në periferi, çoje atë në male, çoje atë në lugina, dërgoje shiun në vendet ku janë dhe pemët. Pra rreth malit, rreth luginave, rreth kodrinave dhe rreth pemëve dhe jo midis nesh. Qala fa aqla'at, dhe sapo ne u ngritëm nga Xumaja dhe dolëm jashtë, dhe kur dielli
del mbi kokat tona dhe ne hesnim dhe dielli ishte mbi ne, pra shiu pushoi nga fuqia e Allahut Azza wa Jall. Thot Shurejku, e pyeta Enesin, të birin e Malikut, dhe i thash, a është ky po i njëjti person i cili na e kërkoi shiun në javën e kaluar? Mu drejtua duke thënë se nuk e mbaj mend. Rawahu al-Bukhari wa Muslim dhe Imam Muslim. Pra në këtë hadith pa diskutim që ajo që përfitohet që është e para është mrekullia me të cilën pra ja zbriti Allahu Azza wa Jall të dërguarit tij sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte pra pranimi i duas dhe fuqia e Allahut Azza wa Jall, të cilën e ndryshoi situatën nga një situatë që ishte e shkret dhe si situatë që ishte thatësirë, një situatë ku njerëzit gati po shkatrohej gjithçka dhe jetesa ishte bërë shumë e vështirë, dhe vetëm me duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i drejtuar Zotit i tij, duke i thënë: O Allah, na furnizo me shi, dhe nuk zgjati shumë, thot sahabiu i nderuar, dhe kur reja e cila pra erdhi nga asgjë, u bë aq e madhe, u nxi dhe filloi shi dhe nuk ka pushuar ky shi për 7 ditë rresht, nga fuqia e Allahut Azza wa Jall dhe nga mrekullia që ja dha të dërguarit tij sallallahu alaihi wasallam, e cila ishte pra duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kthehej mbrapsht dhe Allahu ja pranonte atij. Për ky hadith madhështor, s'ka dyshim që na jep me kuptu, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, se na lejohet që t'i drejtohemi dikujt në mesin ton, i cili njihet për devotshmëri, njihet për drejtësi dhe njihet në mesin ton si njeri i mirë, që t'i drejtohemi atij dhe t'i kërkojmë. Nëse na ndodh kjo lloj situate, sikurse pra i kaploi sahabët dhe dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam me thatësi dhe me mungesë shiu dhe me tharje të burimeve dhe të lumeve, t'i drejtohemi këtij personi i cili njihet në mesin ton se është i devotshëm, njeri i mirë dhe njeri i drejtë, që t'i lutet Allahut Azza wa Jall që të bjerë shi. Pra, thon ulemat, se kjo është e lejuar përderisa është e vepruar kjo me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe më pas është vepruar me Umerin radiallahu anhu mbas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thonë që e ka kërkuar Abbasit radiallahu anhu që t'i lutet Allahut Azza wa Jall për shi. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke mbajtur ligjëratën e ditës së xumë, dhe kur një person pra u fut në xhami dhe nuk u ul, por qëndroi këmbë dhe u drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë se çdo gjë po shkatrohet, thatësia ka vajt në një moment ku është bërë e padurueshëm dhe kafshët po ngordhin dhe e kemi të vështirë të lëvizim dhe gjithçka po prishet, ndaj lute Allahun Azza wa Jall që të zbres shi. Dhe kjo pa diskutim që tregon sinqeritetin e këtij njeriu, e këtij sahabiu, gjithashtu tregon se ai e dinte ku duhej të kërkohej pra nevoja në këtë rast, pra sikurse ishte njeriu më i mirë i zbritur pra mëshirë për njerëzit, që ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkt mbas përfundimit të kërkesës të drejtuar ndaj Allahut Azza wa Jall, kur me mëshirën e tij Zoti i Madh ja pranoi duan dhe nga asgjë Allahu Azza wa Jall pra krijoi ren dhe u nxi i gjithë qielli dhe zbriti si bereqet shiun në tokë për njerëzit, dhe nuk ndaloi kjo vetëm se mbas 7 ditëve dhe 7 netëve, saqë ky shi i cili nuk po ndalonte, po sillte të kundërtën e saj, shkatrimin, pra duke u përmbyt gjithçka dhe duke qenë pa mundur që njerëzit të lëvizin me kafshët e tyre ose në këmbë për të vajtur
në nevojat e atyneve, pra gjërat që duhet bëjnë pra njerëzit për të jetuar. Dhe për herë të dytë pra i rikthehet sahabiu i nderuar dhe i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë që lutet Allahun azza wa xal që ta ndaloj këtë shi sepse po shkatërrohet gjithçka dhe s'po kemi mundësi që të lëvizim për nevojat tona, dhe i drejtohet Allahut azza wa xal, pra i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet Zotit dhe i thot: O Allah, dërgoje shiun, dhe nuk i thot që ndaloje shiun, po dërgoje shiun rreth nesh, largoja në atë vend ku po jetohet dhe dërgoja atë tek lumet, dërgoja atë tek luginat, dërgoja atë tek malet, dërgoja atë tek kodrinat, dërgoja atë tek rrënjët e pemëve, dhe mos e bëj atë si dëm për ne. Prandaj, dhe kësaj u përgjigj Allahu azza wa xal, duke e ndaluar shiun dhe duke dal dielli direkt pra mas përfundimit duas. Pra kjo është për një mrekulli për mrekullive të Allahut azza wa xal, të cilën ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, siç e thot sahabiu i nderuar, se dolëm nga xhamia dhe po estim në diell dhe shiu kishte ndaluar. Allahu pra ja pranoi duan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa dobi që përfitohen nga ky hadith është se me para lejohet që ta mbajmë hutbën duke qëndruar në këmbë ose ulur, por se më e vlefshme është ajo hutbë e cila mbahet në këmbë dhe të gjithë njerëzit që janë prezent e shikojnë ligjëruesin. E dyta, lejohet që t'i lutemi Allahut azza wa xal për shi dhe pa namaz, sikur se veproi në këtë hadith pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte duke mbajt ligjëratën e ditës së xumë, dhe ju drejtua Allahut azza wa xal mbas kërkesës së sahabiut të nderuar për shi, ju drejtua Zoti duke thënë: O Allah, na furnizo me shi. Dhe Allahu azza wa xal ju përgjigj duas së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu është argument se nuk është detyrë pra të falemi 2 rekate pas saj, por se është e ligjëruar dhe e pëlqyeshme, sikurse e tham dhe gjykimin e saj pak më lart. E treta është se është ngritja e durve është prej edukatës. Pra, kur njeriu duhet të drejtohet Allahut azza wa xal me dua, është prej edukatës së tij që të jetë me abdes, të drejtohet kiblës dhe të ngrej 2 duart dhe pastaj të kërkoj Allahut azza wa xal për ulësi nevojën e tij. Pra kjo është prej edukatës kur i drejtohemi Allahut azza wa xal me kërkesë. E katërta, kjo mrekulli e cila ndodhi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është ashtu sikurse ka dhënë dhe disa mrekulli të tjera pra që ja ka dërguar të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Këtu kujtojmë duan që bëri për Aliun radhiyallahu anhu, i cili ishte vuante me shikimin, dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në luftën e Khajberit i tha: ku është Aliu radhiyallahu anhu? Ata i thanë që ai nuk shikon, prandaj dhe nuk është këtu në mesin tonë. I tha: ma sillni këtu dhe ju lut Allahut azza wa xal që t'i jap shërim, dhe mori nga bështyma e tij të nderuar dhe ja vuri në sytë e Aliut radhiyallahu anhu, dhe e transmeton Aliu që thotë: unë mbas këtij veprimi dhe mbas kësaj duaje kam parë më shumë se sa shikoja më përpara. Këto janë mrekulli të cilët pra ja ka zbrit Allahu azza wa xal pejgamberit tij Muhamedit alayhi salam. E pesta, duhet që njerëzit të bëjnë shkaqet në kërkimin e rizkut, ashtu sikurse pra është në këtë rast kush është kërkimi për të zbrit shi, është që ne duhet i lutemi Allahut azza wa xal, duhet i drejtohemi Allahut azza wa xal me përulësi,
duhet që t'jemi të pra me abdes dhe të pastër, të ngrejmë dy duart dhe këto janë prej shkaqeve të furnizimit të Allahut Azza wa Jall me shi. Por kjo është argument për ne se për çdo gjë njeriu duhet marr shkaqet e duhura për të arritur atë gjë që ai e don. Dhe mos thotë se Allahu na furnizon dhe qëndron njeriu në shtëpinë e tij dhe s'lëviz. Allahu ma jep rrezikun dhe qëndron pa lëvizur për ta kërkuar atë. Allahu më furnizon me hëngër, Allahu më furnizon me para apo ku diun. Të gjitha këta janë mendime pra të ndaluara dhe ne duhet të veprojmë atë çka është prej fesë Allahut Azza wa Jall, të marrim shkaqet për çdo gjë. Pika vijuse që e ka përzgjedhur Sheikh Abdullah Al-Besam është e pëlqyeshme që t'i lutemi Allahut Azza wa Jall me këtë lloj duaje, sikurse i ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastin për të kërkuar shi, ashtu sikurse e tha Allahumma aghithna 3 herë. Kurse në rastin për të ndaluar shiun, pra kur ndodh që të jetë një përmbytje, një shi i cili rrëmbyshëm dhe po bëhet i dëmshëm për njerëzit, atëherë Allahumma hawalejna wala alejna, pra sikurse është si e përmendëm në hadithin që sapo e lexuam. E shtata është e lejuar që të veçosh në këto vende me dua. Kur nuk arrihet atje kollaj, pra nuk të dëmton. Pra, që të marrësh, që t'i kërkosh Allahut Azza wa Jall shiun, atëherë duhet i drejtohesh atij me dua. Dhe t'i thush Allahut Azza wa Jall, t'i kërkosh Allahut Azza wa Jall me edukat dhe me përulësi, duke ngritur duart, duke drejtuar nga kibla, duke qenë i pastër dhe t'i kërkosh nevojën tënde. Gjithashtu pika vijuse është se është e lejuar që t'i kërkojmë Allahut Azza wa Jall ose sikur ma bën Allah. Është e lejuar që t'i kërkojmë të tjerëve nëse pra dikujt në mesin ton, i cili shikohet se është për njerëzve të devotshëm, është njeri i mirë, është njeri i cili njihet për devotshmëri dhe për drejtësi, që t'i drejtohemi atij dhe t'i kërkojmë që o filan, hajde dhe lute Allahun Azza wa Jall që Allahu t'na zbres prej mëshirës tij shiun dhe t'jetë ai si begati dhe bereqet për ne dhe për tokën. Pra, kjo është e lejuar sikurse e thot këtë Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu e mëshiroft, që thot 2 gjëra janë të lejuara në ndërmjetësim. Pra në këtë rast quhet ndërmjetësim kur ti i kërkon dikujt për të lutur për ty. E para është ti kërkosh një njeriu i cili hyn tek njerëzit e gjallë që kanë mundësi që ta bëjnë këtë. Pra njihen në mesin tonë që janë njerëz devotshëm, njerëz të sinqertë dhe njerëz të drejtë. Dhe e dyta rast është at-tawassul bi fi'l al-a'mal as-saliha. Pra ti kërkojmë Allahut Azza wa Jall të bëjmë ndërmjetësim me veprimet e veprave të mira. Pra, njeriu thot, sikurse ka ardhur në surën Kahf, me ato 3 veta që i zuri pra gurin atë shpellë dhe ju ndërmjetësuan tek Allahu Azza wa Jall, të thënë që unë kam bërë këtë vepër të mirë. Dhe o Allah, dhe nëse unë e kam bërë të sinqert për ty, për fytyrën tënde, na hiq dhe na largo këtë gur që na ka zënë këtu brenda. Ashtu sikurse vepruan pra të 3, të cilën këtë histori ju e dini shumë mirë. Pra, ti lutemi Allahut Azza wa Jall, ti kërkojmë Allahut Azza wa Jall me ndërmjetësim me veprat e mira. Kjo është forma e dytë që lejohet, kurse forma e tretë është që njeriu ti lutet njeriu dhe të kërkoj pra begati dhe bereqet nga njeriu. Kjo është forma ku është e ndaluar dhe nuk lejohet, sikurse e veprojnë një shumicë njerëzish. Allahun e lutim që na bëj për njerëzve të cilët kur e dëgjojnë fjalën e mirë e marrin dhe e veprojnë atë dhe gjithashtu ja përcjellin ato të tjerëve dhe kur e mësojnë atë gjë që është ndaluar largohen prej saj dhe po ashtu i mësojnë të tjerët që mos e veprojnë atë. Lutem Allahun Azza wa Jall që na japë dobi me këtë që lexuam dhe dëgjuam. I kërkoj Allahut Azza wa Jall që t'ju shpërblej me të mira për gjithë ju të cilët pra na duruat në këtë ligjërat dhe Allahu ja shpërblej me të mira dhe i vendos në
peshorën në veprë, pra në peshorën e veprave të mira në ditën e gjykimit. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu shpëlbeft mirë.